E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po takohemi në këtë ditë me plot energji pozitive, por do të cilin pak të lajmet që janë me speca. Do të flasim pak tani për Big Brother VIP Kosovën. Dua të komentoj një deklarat që Benita ka bërë teksa po fliste me londrimin jashtë në verandë, do me thënë po qëndronin të dy dhe po bënin muhabet. Në këtë bisedën që po bënin, videoja ka bërë xhiron e rjetit, po komentohet jashtëzakonisht shumë, Benita po tregonte se sa dorë ka produksioni në lojën e saj. Do me thënë pasi që pati 2-3 herë nga produksioni që kujdes mikrofonin, nuk kupton që do me thënë Benita tregonte të vërtetën e produksionit. Si qëndron puna tani? Benita i thonte londrimit, unë nuk jam aq budallaqe, sepse ndoshta unë ndikua nga fjala që i tha Olta gjatë prajmit, që i tha që ti nuk e dashuron as londrimin, më falni, as Tonin, as Klodianin, por ti dëshiron të bësh lojën tënde. Dhe Benita, duke i menduar fjalët, duke i logjikuar fjalët të cilat ju than nga ana e opinionistëve, duke e logjikuar reagimin e publikut, do të thënë ajo filloi të flet me londrimin në verandë dhe i tha londrimit që unë nuk jam aq budallaqe që të futem dhe ta urrej Elionën aq shumë për një gjë këtu brenda që në fakt as nuk ka nisur, as nuk është filluar dhe as nuk po përfundon. Që e la të nënkuptuar që do me thënë edhe Benita brenda atij shtratit me Tonin ka hyrë vetëm për lojë. Dhe është kjo imagjinata në fakt e krijuar brenda shtëpisë së Big Brotherit që po që se ndërton një lidhje dashurie, po që se ndërton një emocion dashurie, po që se ndërton një, do me thënë, një çiftëzim aty brenda, le ta quajmë kështu, ti do të shkosh drejt finales. Dhe Benita tha, mua më kanë thëritur në dhomën e rrëfimit, më kanë thënë që godite sa më shumë Elionën, sepse, do me thënë, lufta mes Benitës edhe Elionës brenda shtëpisë së Big Brotherit jashtë bën bujë të madhe dhe krijon klikime. Dhe produksioni, si gjithmonë, është në gjendje të bëjë gjithçka vetëm e vetëm që të merr klikimet të cilat dëshiron t'i merr. Dhe pikërisht Benita e la të nënkuptueshme se produksioni po e përdor çdo situatë brenda shtëpisë për interesin e tij. Dhe normalisht kishte ndërhyrje nga ana e produksionit që Benita kujdes mikrofonin, Benita kontrollon mikrofonin, që në kuptonte Benita se çfarë je duke thënë, çfarë je duke fol, domethënë po e nxjerr të vërtetën në pa etj. Dhe Benita nuk është se ndaloi, thjesht kërkoi një falje. Unë e kam thënë gjithmonë që produksioni gjithmonë kur e suporton një banore jashtëzakonisht shumë, do me thënë ato po e përdor tepër. Normal këtu nuk dua të gjykoj fare Benitën, produksioni nuk i ka thënë Benitës që ej ti shiko atje shaj ofendo maksimum sepse je duke dalë mirë. Ato i kanë thënë që bëj Elon sepse ti je më e fortë, ndërsa në anën tjetër do me thënë Benita Eliona kur goditet merr klikime jashtë, bëhet fenomen jashtë. Dhe kjo është ajo loja që do me thënë produksioni ka dorë te banorët dhe i mëson brenda në dhomën e rrëfimit. Çfarë mendimi keni ju për këtë situatë?